Pritëm në Milano. Nuk e di dhe sa do zjasi kjo loja, po shiko se sa shumë kishten si këto për të mbritur deri tek policat. Në morën mend ju betova, nuk e di se kam bërë kështu. Të morën mend të? Nga që s'ke prandaj. Nisa po arritëm tek shkalla, ku kemi marrë apartamenti Airbnb. Duket goxha bukur. Tani do ishim këtu tash safari. Jemi në katë 6. Të gjitha instruksionet na kanë ardhur në email. Ky është apartamenti. Apartamenti është afër Duomos, e kemi rezervuar në Airbnb. E kam rezervuar domethënë, se Tomi gjithmonë pret surprizën, si duket shpirt? Shumë, duket. Si kaq? Ftohtë, është shumë i mirë. Jo, shumë mirë. Është i madh. Shumë bukur. A do të shkoj këta letin këtu? Perfekt. Këtu është doma, që mund të vendosim në të varim gjërat. Ne do dalim të ham direkt. Ulëm në restorant, që ishte ngjitur këtu me apartamentin ku po qëndrojmë, është pizzeri, ka dhe gjëra tjera, po pizza tu i qaka, duket, po shohim këta vërdall. Tani thjesht kemi vështirësi për të zgjedhur. Se pas kanë gjëra shumë të mira. Se erdhi më shpejt se që prisnim, më shpejt po duhet ham njërë sallatën. Të lutem, sepse se ham sallatën. Do na rritet nivel sheqerin qak shumë nga këto karbohidrate pa ngrënë sallatën para. Ndërkohë unë kokën time kisha bërë planin që do ulesha në lokal dhe do merrja ndonjë mish që të haja proteinë, sasinë e duhur proteinës. Mish. Margherita? Një sa paguam për 2 pizza, një salat, 2 aperol dhe një ujë, 70 euro. Ne u ngritëm nga dreka dhe unë tani jam futur në parajsën time. Mondadori, libreria e famshme, shtëpia botuse më saktë e famshme, ka dhe librerinë e saj dhe unë tani këtu do blej qitë librat që tua. Njerëzit vinë në Milano për të bërë shopping, në rroba, unë vi për të bërë shopping me libra. Okej, se patjetër që bëra blerje, libra, por erdha për atë blerje shopping, domethënë te Zara. Unë vdes të te Zara. Tani thjesht do shkoj në shtëpi që t'i lë këto e do dal prapë mbi të blerje tjera. Ne Tomi është trirë, po pushon. Që unë këtë punë kam, sa shkora për ndeshin. Okej, unë i mbarova shopping çfarë kisha për të bërë, e nxora Tomi nga shtëpia dhe tani po dalim, po kërkojmë diçka për të ngrënë diçka të ëmbël. Edhe përpara pastaj do ikim në stadium. E gjete? Po. E gjete diçka të ëmbël për të ngrënë. E gjetëm të vendin ku do hamë ëmbëlsira, do pim edhe aperolin, edhe banjën e kemi pritës duket këtu. Video tregoj tamam. Ja, duket e pakës Duomos. Çfarë bëhet kështu? Tha do grande, por nuk e dija hello, që ishte kaq grande. Grazie. Portami il profumo all'arancia. Profumo. Gati dhe tonë. Okej, dhe kot për kuriozitet. E mori faturën e shpirt ta tregoj apo e mori? E dini sa bën këto? Më thë këto 2 gotat e mëdhaja dhe 2 ëmbëlsira bën 24 euro. Kështu është kur do të pish aperitiva në byth të Duomos. Ne u bëm gati dhe tani do ikim në stadium të shohim ndeshjen, se kjo është arsyeja, një nga arsyet që kemi ardhur në Milano, arsyeja do t'ja tregojmë nesër, që lidhet prapë me Interin. Interi luan
për Champion sot me Spartak Pragën. Okej, ne supozoj tani të dalim për këtë dera ishin kanë mbyllur dhe ne kur erdhëm. Po. E sigurt? Okej. Në ngri gjaku. Tomi gjeti një dalë andi. Po sikur të jetë mbyllur dhe dera ndaj pas sikur të jetë? Po që ja, më super shaka, se dhe kjo mund tjetë... E peti që ishte hapu kjo? ka hapur një buton. Po mos është mbyllur tani prap. Do të shtypim buton. Ah, shumë buton që këtej. Po jo, ku e kështë butonin atë zi? Kjo e ka këtu. Po për të hyrë pas taj si do hymë, ne? E bukur? E shkrujta. Ja, dhe pak atmosfera nësa po zbritëm nga taksia. Prit aty se mos ngatron nuse. Kontroll. Ka më pak çuna dhe më shumë goca. Sa qef? Kjo është një nga emocionet më të mëdhaja në botë. Është kjo. Mali që ne dojmë pim birat, thosë. Shkuptim ka stadiumi, po su pim birat. Mos shofim të një të rëndësishëm të Interit. Sa po ullëm, ka lezet, jemi afër fare, prisa kisha për me 0.5. Ja se si po nis dita. Ne vazhdojmë pak me mëngjesin. Çfarë zgjedhëm në këto shpirt? Është si porsi të mëna, ja. Të mijat, të tomit. Sa e mirë duket kjo cappuccino. Ose për mëse. Po dje ishte goxha vap, po isha shumë shkurtra dhe me atë xhaketën që e holl. Kështë asot që jam e gjata dhe me këtë lëkurën dhe që ka goxha freskë. Mbasa është akoma mëngjeze, më ka dalë dielli si që duhet. Por pas kam shuftot, po ti? S'di me u vesh. Po si mos di me u vesh, di me u vesh. Po të shalë zeza, po të ndihë që rap. Që shko s'di me u vesh, shikon një veshën time si ju duket. Ja, veshja i. Zyra e dytë, e dyta, në fakt është e para, sepse ndeshja ishte për kësaj. Arsyeja kryesore pse ne erdhëm në Milano është pikërisht sërish Interi, por për të ardhur tek zyrat dhe për të bërë vizitën. Disa muaj më parë, 2 muaj më parë, në Tiranë mbajt ajo mini maratona, ku për kategorinë e femrave unë dola e para dhe kjo më da se drejtën për të ardhur në Milano dhe për të ardhur tek zyrat e Interit dhe për të vizituar sallën e trofeve. Dhe kjo është arsye pse ne kemi ardhur. Po ashtu dhe Tomi, si një pjesëtar i Inter Club Albania i vjetër për shumë vitesh, fitoi këtë të drejtë. Dhe ja ku ne jemi tani këtu në orën 10, bashkë me pjesën tjetër të grupit, do hyjmë dhe do vizitojmë zyrat e Interit. Ne kemi ardhur pak para dhe unë kalova nga njeriu që pi kafes dhe më shton ankthi në njeriu që po pi 2 cappuccino rresht. Vetëm gjysmore. Një duar trokitje për ankthin tim.
kaq të mira këto cappuccinot. Mos bëni kujon akrobacira edhe gjërat të çuditshme. Do kërkoj atë sepse mund ndikoj keq për ne në të ardhmen. Kështu që ai nëse do jetë i gatshëm për bërë një foto, që mund vi marota apo dikush tjetër. E dyta, ju lutem mos prekni kupat, sepse kupat nuk kanë ai xham përpara, ju do I vini rreth e rrotën, për një foto mund të bëni çfarë të doni, ju thjesht mos I prekni. Atëherë, ky është momenti që ne po hym tek Celia e Interit. Qualche mese fa, non so quanti di voi c'erano, ma è stato molto bello e anzi grazie per l'accoglienza. Albania è sempre un grande paese, grazie davvero. Fino ai giorni nostri. Nella parte superiore vedete tutti I loghi che hanno caratterizzato la storia dell'Inter. Nella parte centrale trovate la timeline con I principali avvenimenti successi negli anni appunto descritti. Non c'è più avanti. Questa è Fredo Zanetti? No, Adriano. E tutte queste magliette sono indossate dai giocatori, mentre quelle di prima erano preparate, quindi significa che erano fatte, ma che poi dopo non sono state usate in altre partite, queste invece sono tutte maglie usate. Il 9 marzo 1908 e scelse I colori del cielo e della notte. Ci fu quasi immediatamente il primo trionfo, con la vittoria dello scudetto nella stagione 1909-1910. E nel 2009-2010 vinse uno storico triplete. Scudetto, Coppa Italia e Champions League. L'anno glorioso si chiuse con la conquista della Supercoppa italiana e del Mondiale per club. E mbaruam edhe turin, eksperiencë shumë e bukur dhe impresionuese. Tani po rikthehemi në zonën në Duomo, ku kemi domën, nuk e di se çfarë do bëjmë. Po ishte diku te 25 kilometra larg, kështu që vendosëm të ecim. Por ne 25 kilometra nuk janë asgjë. Normalisht shohim një çik mërdall. Ç'bëhet në Milano. Nuk besoj patjetër që ka shqiptarë që nuk kanë ardhur, po një pjesë e mirë në Milano kanë ardhur dhe e njohin këtë zonë, por unë ja po bëj një panoramim të shpejt. Tani do fillojmë ca komente që do thonë, jemi shumë vones, kur kam qenë në aty në 95. Po, mirë, okay. Nuk po themi ku kemi Në varë, në vejnë. Po e vërtet. Mos të fillojmë tani, se dhe ne kemi qenë atyre këtu atyre, po sa herë që vim e bëjmë një gjiro. Dhe se mos po pengojmë fotot. Pasi u vërtetisëm disi në për dyqane, tani jemi ulur në një restorant që kishim afër apartamentit për të ngrënë treg. Ja, ty të regojnë t'i pasta që kemi marrë. Ungull I mbushur, ishte me ricota dhe acciughe dhe kjo ishte domate me mozzarella caprese. Kanë ardhur, kjo është tipik risotto milanez. Ati ndrojmë, të lutem, bëhe për mua. Të lutem. Mund të ta provosh pak fare. Po hyn bajamet në mes nuk më. Mirë. Okej, shumë I keq. Ushqimi këtu ishte shumë I mirë, edhe unë jam shumë e lumtur që Tomi nuk pranoi ta ndronte pjatën, sepse pjata ime si përfundim më pëlqeu shumë. Kështu që faleminderit Tomi që ka ndrove. Sa li po plat. Paguam ne për të trekat. Kaq. Si do ta vlerësoni ti? Se shkretët, bura. Ishte ullura që më buriste mua, ndërkohë që bëja shopping të zabë. Ha, se dhe ti, bëre të tua, ti mbarove. Se halëgjim. A? Se halëgjim. A, ty bleve, pak dhe nuk zbleve. Ne fjetën në drek, 7 parqefe, në tonë fjetë 2 orë, fjetë gjysmore, por aq kisha nevojë. Dhe tani jemi përgati jam veshur dhe të dalim sepse kemi përgatuar për darkë te La Bulona, që është një restorant I famshëm që është muzikë,
dhe hatark dhe të shohim se si do jetë nëse ja vlen pra i shumë se përflitet në Milano. Ikim. Gjëra që më pëlqen më shumë është pikërisht kjo kultura që këta kanë, marrin një pije dorë, një aperitivo dhe e pinë kudo ku janë, jashtë lokalit. Dhe që do bëndën e të. Si përfundim e ndryshuam plani, me qenë se gjetëm një vend të lirë këtu, ulëm, nuk po e pim në këmbë, ja ku e kemi dhe katedrale, me pamje. Ne erdhëm. Kjo është La Bulona, e famshme. Duhet nice, ambienti është shumë elegant, shumë i këndshëm. Bukur, si pamje e parë, si impresion i parë. Keni parasysh që është një vend me çmime, është një vend i shtrenjtë, kështu që do ta merrni parasysh kur të vijeni këtë pjesë. Më shkojmë si do jetë si janë. Na erdhën antipastat, që toni ju për shembull kjo bën të 40 euro, vetëm kjo këtu është foie gras. Kjo ishte carpaccio. Duket e mira. Kjo ishte më e mira, ishte krye por ishte perfekte. Ja blente çdo 100 dark, realisht. Shumë e Edhe për pjatë kryesore kam marrë foie gras sepse vdes mbaron. Normalisht që përësit dhe një ëmbëlsirë, 2 do me thënë. Ushqimi që shumë i mirë, por një ndër gjërat që më ka pëlqyer më shumë këtu ishte muzika. Shumë nice. Vjen për të kërcyer, po. Se kërcen njerit. Sa po erdhëm në shtëpi, kishim me dëmendje të dilnim, të shkonim diku tjetër, po nesër sido që tjetë, të çohemi relativisht shpejt, rreth orës 7:30 bëhemi gati, edhe të kthehemi në Tiranë, edhe ishim të lodhur, kështu që erdhëm në shtëpi. Mund të themi që ishte një mesjavë e bukur, e shijuam Milanon. Shihemi në videot e radhës, më harroni like, subscribe e koment.